Në këtë edicion do të ndiqni. Në rrëfimin e saj, Nesrejte Vejsa Nuka thot se anëtarët e familjes së saj u vranë u masakruan në pragun e shtëpisë. Inaugurohet objekti i institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi në Rezin. Kryeministri Albin Kurti nis takimet me partitë politike të pakicave. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 26 vjet më parë në shtëpinë e familjes Vejsa, në mesnatën mes 1 dhe 2 prillit ndodhi një tragjedi. Aty u vranë 21 civil, gra e fëmijë të moshave të ndryshme. Në po të njëjtën ditë në bashkësinë e parë lokale në qytet u vranë edhe disa civil të tjerë, e në shënim të përvjetorit të tyre, përfaqësues nga 3 subjektet politike në Gjakov bën homazhe nderimi. Në përvjetorin e 26 të masakrës së familjes Vejsa dhe vrasjes së shqiptarëve të tjerë në lagjen e parë të Gjakovës, përfaqësues të subjekteve politike bën homazhe për të nderuar viktimat e ekzekutuara mizërisht nga forca serbe në prillin e vitit 1999, 21 anëtar të familjeve Vejsa, Hoxha Haxhi Avdia, Caka, Gashi dhe Nuçi, u vranë dhe u dogjën duke u shkrirë në flakët që u bën dëshmi e gjenocidit serb. Mimoza Kusari Lila nga subjekti politik Alternativa tha se gjithmonë duhet kërkuar drejtësi për krimin e dyfisht që ndodhi në këto familje. Vrasjet të cilat u bën atë natë pretekstin kryesor ose qëllimin e motivin e kishin gjenocidin apo shfarosjen e popullatës shqiptare nga këto troje dhe ekzekutimi përveç se mizoris në aktin e vetë është përcjell edhe me djegjen e trupave e pastaj në rastet e caktuara dhe e me largimin e kufomave apo gjurmëve të krimit. Prandaj në secilin prej këtyre krimeve makabër të cilët ne duhet t'i kujtojmë dhe për cilët duhet të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi, e tregon krimin e dyfisht. Ndërkaq i pari i lidhjes demokratike të Kosovës në Gjakov, Shefqet Shehu tha se shpirtat e këtyre njerëzve u bën dritë për ne, për liri e për pavarësi. Ne sot ndërgojmë familjet në të cilat ka ndodhur një masakër e paparë më herët. Saktësisht është 26 vjetori i masakrës që ka ndodhur në familjen Vejsa, me qersat të ishin edhe shumë miqe familjar dhe të afërm të tjerë të kësaj familje të çmuar. Dora e pushtetit okupues, dora e agresorit, bëri atë që nuk imagjinohej. Ai pretendoi që çdo gjë shqiptare, mirë po nga këto ne mund të konstatojmë se shpirtat e këtyre njerëzve u bën dritë për ne, u bën dritë për lirinë, u bën dritë për pavarësinë, edhe ata janë vetë drita e Republikës. Kjo është një masakër makabre që duhet kujtuar gjithmonë, tha kryetari i lëvizjes vetëvendosje Qendra në Gjakov, Agon Batusha. Kjo është një datë në të cilën Gjakova e ndjen dhimbjen ndër më të mëdhajet që ka përjetuar në luftën e fundit, ku në këtë masakër kanë humbur jetën edhe fëmijët, një masakër makabre për të cilën ne duhet ta kujtojmë gjithmonë edhe të kujtojmë që kush ka qenë agresori dhe çfarë barbarizma ka bërë, që kjo histori të mos na përsëritet asnjëherë, por ta forcojmë shtetin ton, ta forcojmë vendin ton dhe të qëndrojmë natyrisht edhe afër familjeve që këtë dhimbje ta shndrojnë në forcë, në kujtim dhe në të mirë të shtetit ton. Në po të njëjtën ditë në këtë zonë ndodhen edhe vrasjet dhe masakrat e 57 martirëve të tjerë. Lufta e fundit në Kosovë ishte plot trishtim për Nesrejte Vejsa Nuka, për humbjen e familjarëve të saj. Ajo kërkon më shumë trysni të ndërkombëtarët me qëllim që të dalin para drejtësisë të gjithë ata që shkaktuan tragjedinë. Tragjedinë ndodhur në familjen Vejsa në prillin e vitit 1999 në Gjakov, dhimbshëm e kujton Nesrejte Vejsa Nuka, e cila humbi të afërmit të saj në tragjedinë 26 vjet më parë. Ajo thosë se edhe pas 26 vitesh, plagët mbeten të hapura dhe mungesa më të dashurve është e pashlyeshme.
Ditën e sot e kuptoj si ditën e parë që ka ndodhur me 2 prill vitit 1999. Dhimbja shumë e madhe dhe pas 26 viteve. Se të humbasësh një familje tërë, sidomos 13-12 engjëj, 7 nana, është shumë e vështirë me përballu. Ata u vrojnë në mënyrën më që njerëzore, për idolës barbare serbo-malazeze. Ata u masakruan shtëpit në pragën e shtëpisë, ju ndalën rritën, ju ndalën në edukimin. E lënduar nga tragjedia ndodhur, Vesa Nuka kërkon që të rritet rysnia të ndërkombëtarët me qëllim që personat që shkaktuan masakrën të dalin para drejtësisë. I lutëm institucioneve që bëjnë të rysni ndërkombëtarët se kriminalet ende janë gjallë. Ata janë ka plakën, ata janë të ndru identitet. Sikur t'i zojnë, hapin plet arrest, kishme qenë ma letë mu zonë kriminalet për familjarët, se si dhimbje ka plot në Gjakov, nuk ka vetëm e jola. Masakra familjes Vesa dhe 10 shqiptarëve të tjerë në Gjakov mbetet njën nga tragjeditë më të mëdha të luftës në Kosovë. Kujtimi i viktimave dhe homazhet në nderim të tyre janë një dëshmi se kjo ngjarje nuk do të harrohet kurrë. Hapësirat moderne të qerdhes në Rezin sot zyrtarisht janë hapur për 120 fëmijë, e sistemuar në një ambient komod dhe shumë praktik për grupmoshën e përcaktuar. Inaugurimi i objektit u bën nga kryeministri Albin Kurti, ministri i Arsimit Arberie Nagovci dhe nënkryetari i komunës së Gjakovës Flamur Fetahaj. Në lagjen Rezina në Gjakov sot është përuruar qerdhja e institucionit parashkollor Ganimete Tërbeshi, e cila nga sot është në dispozicion për fëmijët. Përurimi i objektit u bën nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ministri i Arsimit Arberie Nagovci, nënkryetari i komunës së Gjakovës Flamur Fetahaj dhe drejtoresha e arsimit në komunën e Gjakovës Eranda Kumnova Baçi. Pas vizitës që bëri hapësirave të qerdhes, kryeministri Kurti tha se është i lumtur që qeveria e Kosovës dhe Ministria e Arsimit kanë bërë investime në komunën e Gjakovës. Po e përurojmë qerdhen Ganimete Tërbeshi, të cilën e kemi vënë gurthemelin, e kemi filluar para 24 muajve dhe punë kryesi ashtu siç ka premtuar edhe e ka realizuar këtë ndërtesë kaq të rëndësishme për fëmijët e Gjakovës, më konkretisht për lagjen Rezin. Ndërsa Ministria e Arsimit Arberie Nagovci tha se gjatë këtij mandati investimet në arsim janë rreth 12 milion euro. Vlen teksohet se edhe kjo qerdhe, sikurse çdo objekt tjetër në cilën ne kemi investuar i plotson gjitha standardet për gjithëpërfshirje, duke filluar që nga pjerinat e qasjet e pakufizuara në hapësirat brenda qerdheve. Jemi të lumtur sepse kjo nuk është vetëm një qerdhe më shumë, një objekt më shumë, por me ofrimin e mundësive për edukimin në fëmijëritë e hershme, ne po krijojmë mundësinë për zhvillimin e shoqërisë tonë në të ardhmen, përveç se për avancimin edhe zhvillimin e shëndetshëm e të gjithëpërfshirës për secilin prej fëmijëve. Në këtë objekt të ri ka shkuar në 10 numri qerdheve publike në komunën e Gjakovës, tha nënkryetari Flamur Fetahaj. Vlerësojmë këtë investim si institucioni i komunës së Gjakovës, është mjaft me peshë, është me rëndësi. Një investim i qelluar për lagjen këtu, Rezin, për banorët këtu, cilët do t'ju shërben. Ne si institucion, pra deri tash i kemi diku në 9 objekte qerdhe në komunën e Gjakovës, tash është qerdhja 10 e Rogov të Asit, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Atë komuna e Gjakovës mund të them direkt që është komuna e parë nivel vendi me më shumë të qerdhe në Kosovë. Edhe ne këtë e vlerësojmë si institucion. Objekti i qerdhes në Rezin ka filluar të ndërtohet 2 vite më parë. Nga sot e tutje do të jetë në shërbim të 120 fëmijëve të regjistruar. Kujtojmë se kjo është qerdhja e 4 që është ndërtuar në Gjakov gjatë mandatit të qeverisë Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka filluar takimet me partitë politike të pakicave për konsultim me to në lidhje me formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të nëntshkurtit dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Në prononcim për mediumin ton, Kurti ka treguar ecurinë e takimeve të zhvilluara sot.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti sot ka filluar takimet për konstituimin e qeverisë së re të Kosovës. Kurti gjatë qëndrimit të tij në Gjakov tha se ka filluar bisedimet për konstituimin e qeverisë me krerët e partive politike. Kemi fillu me takime zyrtare me krerët të partive politike, para dite kanë qenë Emilia Regjepi dhe Nenad Rashić, do të vazhdojmë edhe me të tjerë. Pas certifikimit të zgjedhjeve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të martën ka thirrur seancën konstituive të përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës, e cila do të mbahet me 15 prill. Në Kosovë ende nuk dihet numri saktë i fëmijëve me spektrin e autizmit. Logopede Natyra Maloku thosë se shenjat e para të autizmit mund të vërehen qysh në vitin e parë të lindjes. Ajo gjithashtu kërkon që institucionet të bëjnë më shumë për këtë komunitet. Shenjat e para të autizmit mund të vërehen qysh në vitin e parë të lindjes, kështu thot logopede Natyra Maloku. Bukfalisht, në mënyrë bazike, shenjat e para të autizmit e vren qysh në moshë të hershme apo në muajt apo vitin e parë të fëmijërisë, pra kur janë bebe, 1 vjet, nëse kanë ndërveprime apo gjuhë jo verbale. Është një ndër shenjat më bazike. Stereotipe tjera që mund të vren janë antisocial, kanë mungesë të përqendrimit, kanë mungesë të vëmendjes, kanë mungesë të pjesës socializuese, nuk shfaqin dashuri, shfaqin agresivitet, sistemohen në një pozicion ku nuk kanë dëshirë të luajnë me bashkëmoshatarët e vet, bëjnë rreth rrotullime të ndryshme. Fëmijët me spektrin e autizmit shpesh e shohin botën ndryshe dhe jetojnë në një realitet të tyre, gjë që krijon sfida të shumta si për ta, ashtu edhe për familjet e tyre, thot logopede Maloku. Fatkeqësisht ka shumë sfida të ndryshme, për shkak se e kanë një botë tjetër, e kanë një botë në vete. Po ashtu mund të cekim që e kanë dhe talentin në vete, pra çdo individ që është i prekur me spektrin e autizmit kanë dhe një talent në vete, qoftë ai art, muzikë, matematik apo ndonjë fushë tjetër. Agresiviteti mund të quaj që është një ndër ato më bazike që edhe familjarët kanë një stres të mjaftueshëm dhe ndikon negativisht, po ashtu edhe tek familjarët. Gjithashtu është pjesa e gjuhës jo verbale, pra mundohen në një formë tjetër të lypin ato çfarë dëshirojnë në bazë të gestikulacioneve apo kundërta nëse shfaqet një individ i ri kanë pasivitet, kanë stepje, kanë agresivitet, kanë pastirma, thirrma, gjë që ndikon negativisht edhe tek familjarët e tjerë. Ndërsa sa i përket trajtimit dhe mbështetjes për personat me autizëm në Kosovë, Maloku theksoi se shërbimet ende nuk janë të mjaftueshme. Fatkeqësisht nuk mendoj që është e mjaftueshme, për shkak se nuk ekzistojnë institucione shtetërore që mirren maksimalisht, ekzistojnë, por është një përqindje shumë e vogël që mirren me këtë pjesë, sidomos për krahje apo mbështetje financiare. Pra nuk kemi mjaftueshëm fonde nga shteti që ne mund të ndihmojmë në mënyrë maksimale secilin individ, ne si profesionist shëndetësor që jemi. Në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin, logopede Maloku tha se kjo është një ditë e rëndësishme për të rritur vetdijen dhe për të mbështetur personat në spektrin autik, duke ofruar ndihmë dhe duke përquar apele për mundësinë e krijimit të fondeve të reja për të mbështetur këtë komunitet. Në një takim me komunitetin studentor të Universitetit Femiagani, studentët e iniciativës studentore prezantuan 3 kandidatet e tyre për zgjedhjet e nesërme në universitet. Ata janë bashkuar vizionit të përbashkët për një universitet bashkohor, praktik dhe të qasshëm për studentët. Studentët Alma Aliaj, Doni Karamaja dhe Çlirim Shabanaj, pjesë iniciativës studentore në Universitetin Femiagani në Gjakov, janë 3 kandidatët që kanë paraqitur kandidaturat të tyre për parlamentin studentor. Gara atyre është e orientuar në vizionin për një universitet më të drejtë dhe më të zhvilluar për të gjithë studentët që mësojnë në Universitetin Femiagani në Gjakov. Alma Aliaj, kandidate, tha se studentët nuk janë vetëm zënës të dijes, por zëri i së ardhmës. Të nderuar student, është kënaqësi dhe përgjegjësi e madhe të qëndroj para jush si pjesë e organizatës Iniciativa Studentore. Një platformë e krijuar për t'ju mbështetur, fuqizuar dhe përfaqësuar. Ne e dimë se studentët nuk janë vetëm zënës të dijes, por zëri i së ardhmës. Prandaj, Iniciativa Studentore nuk është thjesht një organizat, është një mundësi për të ndërtuar një komunitet ku cili për jush mund të shpreh
të zhvilloj aftësit dhe sjellje të ndryshme të vërteta. Ne premtojmë përfaqësim dhe mbrojtje të drejtave studentore. Ne do të angazhohemi që zëri juaj të dëgjohet nga institucionet universitare. Ndërsa Donika Ramaja tha se ne jemi këtu për t'i mbrojtur të drejtat e studentëve. Ne si organizat kemi për qëllim vetëm t'ju mbështjesim dhe të fuqizojmë. Ne jemi këtu për ju, për të mbrojtur të drejtat e juaja, për të krijuar mundësi zhvillimi dhe për të bërë jetën studentore sa më aktive dhe më të lehtë për juve. I zëshëm ishte edhe kandidati Çlirim Shabanaj, i cili vuri theksin të mundësitë e reja që parasheh programi i tij elektoral. Një organizat që nuk ekzistojnë vetëm me emër, por me qëllime të qarta të fuqizojë studentët, të mbrojë të drejtat e tyre dhe të krijojë mundësi të reja për secilin prej jush. Studentët, përfaqësuesit më të denj do të mund të përzgjedhin të njëjtën në datës 3 prill. Nga iniciativa studentore e Universitetit Femiagani, u kërkua mbështetje nga studentët në zgjedhjet elektorale studentore 2025. Për gjatë lumit Krena janë vendosur tabela që tregojnë ndalimin e peshkimit në lum. Flamur Gjepan nga shoqata peshkatarëve sportive Reniku në Gjakov thotë se kohëve të fundit në lum është vërejtur prezenca e peshqive, prandaj të gjithë duhet të bëhemi bashkë për t'i ruajtur ata. Gjepa gjithashtu tha se nëse kjo nuk respektohet, do të ketë ndëshkime. Janë tabela që tregojnë për ndalimin e peshkimit në lumin Krena. Shoqata e peshkatarëve sportiv rekreativ e Reniku në Gjakov ka vendosur këto tabela për të ruajtur peshqit që kohëve të fundit janë prezent në lumin Krena. Kryetari i shoqatës Flamur Gjepa thotë se është duke ndodhur një gjë e mirë në këtë lum dhe duhet ta mbrojmë të gjithë. Ka qenë nisë me disa njerëzve që kanë shitit këtu pari, disa qytetarëve, që mos t'i lojmë me zonë peshqi, se kohët e fundit, do më thonë, për vitit të kalum, sa di une edhe vetë kom kalu këtu pari, kom pa edhe jam ma gjeps me një shumë të konsiderueshme të peshqive, edhe kanë shprej dëshirën që mes me i lonë me peshku, se populli për ka qef mi pa dhe qak edhe kanë ardhë, kanë qitë edhe ushqim tu, kështu që na morëm vendim në një mbledhje të kryeqësisë, morëm vendim që me qitë tabela, se tabela dhe më thonë shenjë është një gjanë që edhe shijet edhe nuk ka pretekst me thonë pse është e nalune kur shijet dhe më thonë një gjanë tillë. Gjepa tha se ka disa vende në lumin Krena që ka peshq të mjaftueshëm dhe ka qytetarë që janë të kënaqur me këtë fenomen. Peshq ka mjaft, po në këtë pjesë këtu une kom rastis, kom shetit shumë edhe kom pa disa vende që ka tubat vogla, 2-3 sopa, a këtu është mbledh një sasi shumë më madhe. Përndryshe është një vend shumë i lehtë ku një peshkatar me skasi sikur që janë da, mundet shumë thjeshtu me zonë 20 edhe 30 kg mund milion gjithë ditën, bo aki edhe 80% nuk eshen, do më thonë, thjesht e pakon peshkun në sasi. Edhe pse peshki këtu zakonisht si sot që shohim lumin që është i trubullt, edhe kur rritet ujë, do më thonë ngjitet për Reniku të ngjitet edhe hynë në këtë pjesën tu. Por kryetari i peshkatarëve tha se ata peshkatar ose individ që nuk zbatojnë këtë vendim do të mirret ligji me ta. Nëse dikush nuk don me respektu këta, e fundit është policia. Na si shoqat kem drejt me bëu ata, edhe kontrollat si kontroll, nëse nuk ka dëgjueshmëri, vjen policia dhe zgjidh problemin, shteti është zgjidh për këtë punë. Përveç që ka peshk në lumin Krena, tashme ka dhe rosat e egra që kanë bërë që Krena të jetë e pëlqyeshme nga qytetarët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e mereshje shiu, me temperaturat që kanë lëvizur nga 7 deri në 14 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti ndryshueshëm, me temperaturat të cilat do variojnë nga 7 deri në 16 gradë Celsius. 7 deri në 14 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga reshje shiu e vranësira.
Moti Vrana të Medjell parashihet gjatë së shtunës me temperaturë minimale 7 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 18 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 0 deri në 9 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranat e merreshjes shiu. Rreshje të kopaskoshme shiu parashihet të ketë edhe të hënën, shoqëruar nga temperatura -1 deri në 8 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti vranat e merrezit dielli, me temperatura që do lëvizin nga 0 deri në 11 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Në rrëfimin e saj, Nesrej TV Sanuka thot se anëtarët e familjes së saj u vranë u masakruan në pragun e shtëpisë. Inaugurohet objekti i institucionit parashkollor Ganimet e Tërbeshi në Rezin. Kryeministri Albin Kurti nis takimet me partitë politike të pakicave. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.